2020, pavarësisht brenda një viti sistemi pranon ndikon 60.000 dosje. Ose 2021. Në 2025 pranojnë 104.000 dosje, që është pavarësisht një 30.000 dosje më pak se në 2024. Pra është dyfishuar numri i lëndëve që ne kemi pranuar. Por negociosht falenderoj qeverinë këtë rast. Shumë faktor, kontrata kolektive, gjithë gjërat. Por negociosht ne kemi dyfishuar produktivitetin. Pra nga 60% në 121%, respektivisht 108% në nivel të gjitha gjykatave. Që i bën që për herë të parë në mënyrë serioze backlogu i akumuluar u shtatëson vitin 2025. Tani kur po flas, ne jemi, domethënë, fillojmë muajin mars, shkalla efikasitetit të gjykatave është edhe më e lartë se sa në vitin 2025, pra po adresohet backlogu. E kemi marrë sistemin gjyqësor me 1.500 e disa ditë vonesë mesatare për lëndë dhe e kemi sjellë në 700 e pak ditë mesatare për lëndë. Pra nëse gjykatat tona vazhdojmë me punu me dinamikën që ka punu vitin 2025 dhe shpresoj që të mos kemi situata kur do të cilin me mija lëndë më në gjykatë për shkak të nënshkrimin e kontratë kolektive, ne shumë shpejt kemi me shkurtu në gjitha gjykatat kozgjatën e lëndëve. Do të jetë edhe 2026 sfidë për gjykatën e apelit, jo për shkak të mungesës së punës, por për shkak të numrit të madh të lëndëve që janë përcjellë me ankesë në vitin 2024 dhe 2025, por që edhe aty është trendi shumë pozitiv dhe realisht për një kohë të shkurt besoj që çështja e efikasitetit gjyqësor nuk do të jetë motim, do të jetë temë cilësia e vendimores, që besoj që është, si më thonë, shqetësimi i secilit që merr vesh pak në drejtësi. Mirë, të flasim edhe pak çfarë po bëhet që të ngritet kjo cilësi, por e thash që një numër i madh i lëndëve është si rezultat i mos zbatimit të obligimeve nga ana e dy pushteteve të tjera. E keni adresuar edhe më herët këtë kritik, si duhet zgjidhet ky problem, sepse vendimet gjyqësore po janë të njëjta, praktika gjyqësore po kallëzojnë që qeveria ka keq në zbatim të këtyre obligimeve. Kostoja po rritet shumë fish. Jo vetëm kritik. Ndoshta, si më thonë, nuk ishte mënyra më e mirë e mundshme, por besoni që në momentin që është konstituar kuvendi dhe qeveria, letra e parë që jo kam dërgu të gjithë kryetarit të kuvendit, kryeministit, ministrit të financave, drejtorit të buxhetit, drejtorit thesarit, është ju lutem trajtoni çështjen e vendimit gjykatës kushtetuese që fol për ligjin e pagave për 0.25%, respektivisht 0.5%, sepse numri i lëndëve ka marrë 20 milion gjykata tona dhe nëse nuk trajtohet shkon në 100 milion. Pra ajo që unë kam mund të bëj dhe këshilli, kam dërguar letër. Madje kam kontaktuar edhe direkt drejtorin e thesarit dhe të gjithë. Dhe besoj që të gjithë janë të vetëdijshëm që nëse nuk trajtohet ajo diferenca për vitet e mëparshme, jo për vitin 2026, sepse tani është në buxhetin e vitit 2026 për janarit, është adresuar për periudhën e kaluar. Do të shkoj përveç që ne do të ngarkuam me 100 milion në procedura administrative dhe pastaj në ekzekutime, kosta do të shkojë në minimumi 60 milion euro. A kanë përgjigje ata pse po ndodh kjo? Kur po i di këto pasoja. Kam pasur një diskutim shumë mirë me zyrtarët e thesarit dhe të buxhetit. Për me sqaruar se si është çështja, ne nuk e paragjykojmë fare procesin e vendimorës, asnjë gjë, por ajo që dihet si preliminar është që ne do t'i pranojmë 100 milion. Pastaj fati i tyre, në çfarë do varianti do të jetë me impakt shumë negativ edhe për vetë punën e gjykatave, po pa përjashtu edhe vetë buxhetet, e organizata buxhetore. Ta përjashtu. Kryesues për cilësinë e vendimeve gjyqësore, arsyetimet që duhet të jepet. Për cilësinë e vendimeve gjyqësore do të jetë i detyruar secili gjyqtar të arrisë kujdesin mbi vendimin, për shkak se vendimi i tij do të jetë në vlerësim nga performanca dhe fati i tij do të caktohet nga pikërisht cilësia e vendimit të tij së saj. Kjo është hapi i parë në proces, do vlen për gjithë, pa përjashtim, askush nuk përjashtohet nga ky proces. Hapi i dytë është që gjykata supreme veç ka filluar me pas një interaktivitet me gjykatat, sidomos me apelin komercial dhe themeluar. Përmes identifikimit të çështjeve që janë shqetësuese në vetë gjykatat tona dhe që identifikuan nga gjykata supreme. Pra, besoj që gjykata supreme
edhe nga vetë, si me thënë, aja që prezenton kryetari i Gjykatës Supreme, është që Gjykata Supreme do të jetë shumë më analitike në raportet mbi praktikat gjyqësore dhe do të publikoj. Dhe njëkohësisht ajo do të jetë një reflektim i punës së gjykatës së gjyqtarë. Pra, vetëm këtë mënyrë ne po besojmë, pra do të ketë monitorim nga Gjykata Supreme, dhe vetëm këtë mënyrë ne po besojmë që gradualisht do të rritet cilësia, por kërkohet më shumë trajnim, kërkohet më shumë diskutime, kërkohet më shumë standard. Dhe njëkohësisht kërkohet, sepse gjithmonë po e vendosim të pika kritike, kërkohet edhe me u sharku gjyqtar nga mingarkisa. Për shkak se nëse sot gjyqtari për një vendim ka, po supozojmë 2 orë kohë, me një sistem të shkarkuar nga kjo mingarkisë, do t'i ketë 4 orë për vendimin e njëjtë. Pra, mingarkisa në sistem, përveç që ka ndiku që të ketë një farloj uniformitetin e veprime për shkak të kontrata kolektive, e ka dëmtuar shumë cilësinë e vendimores dhe na jemi të vetëdijshëm. Pra, nuk mund të ketë asnjë justifikim kur kush më kërku llogari sot ashtu në mënyrë rigoroze nga gjyqtari, ndërkohë që ai është i mingarkuar dhe është në pamundësi objektive për me pas arsyetim të thelluar. Pra, po besoj që do të mujmë gjithë bashkë, për shkak se ka vullnetet mira në gjyqësorin tonë, me konsolidu gradualisht standardin e praktikës që është lehtësia në vendimarrje, për me lehtësinë e parashikueshme, sepse lehtësia të na sot nuk është, me thënë drejtën, shumë e parashikueshme dhe kjo është shqetësimi së cilit për neve, do të thënë, si me thënë, nuk i kemi ka herë gjykimet e përafërta mbi çështje faktike esencialisht njëjta apo të njëjta dhe që është një shqetësim. Dhe pastaj edhe përmendon hapësirën që me shpreh gjyqtarit kreativitetin mbi vlerësimet individuale për çështjen. Folëm pak a shumë për proceset që konsiderohen si reformë në sistemin gjyqësor, e përmendet Vettingun që në një farë forme thatë që e keni bërë vetë, sepse janë gjysma e sistemit që janë rekrutuar të rinj. Ndërkohë që ka pasur në kuadër të kësaj reforme edhe 2 gjykata, njëra ka bërë një mandat sa ju, gjykata komerciale. Një vlerësimi juaj për rezultatet e gjykatës komerciale, aja ka vlejë që është bo, edhe çka prisni që do të ndodhë me gjykatën administrative? Qëndrimi jam është krejtësisht i njohur. E përkrahoj sistemin e koncentruar. Pra me strukturë jo shumë burokratike, me ma pak gjykata në vend, ma pak dek gjykatave, ja tham krejt publikisht, për shkak se ka kosto të madhe harta gjyqësore që aktualisht ka sistemi gjyqësor. Dhe gjykata komerciale është një prej progreseve të rëndësishme si strukturë. Ka pas debatet dhe, si më thënë, ka nxit këtë diskutimin edhe pozitiv edhe me kritik, ta themi.